Zgjedhja e emrit për një fëmijë është një nga vendimet më të bukura, por edhe më të vështira që marrin prindrit. Emri duhet të tingëllojë bukur kur fëmia është ende një bebe, por duhet i përshtatet edhe kur të bëhet i rritur. Duhet të kombinohet natyrshëm me mbiemrin, të shqiptohet lehtë dhe mundësisht të ketë një kuptim apo histori që familja e ndjen si të veten. Vitet e fundit, një kategori emrash po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e prindërve. Emrat me vetëm 4 shkronja. Ata janë të shkurtër, por jo të paplot. Janë modern, por shumë prej tyre kanë histori të vjetër. Janë të lehtë për të shkruar, për të shqiptuar dhe për të mbajtur mend. Mbi të gjitha, shumë prej tyre tingëllojnë bukur si në shqip, ashtu edhe në gjuhë të tjera. Në një botë kur familjet udhtojnë, jetojnë jashtë vendit dhe komunikojnë çdo ditë me kultura të ndryshme, një emër i thjeshtë mund të jetë një avantazh. Fëmia nuk ka nevojë ta përsërisë vazhdimisht. Njerëzit nuk e shkruajnë lehtë gabim dhe emri nuk u mbet tingullin. Por, cilët janë emrat me 4 shkronja që po bëhen kaq të dashur? Dhe çfarë i bën ata të veçantë? Në këtë video do të zbulojmë disa nga emrat më të bukur për vajza dhe djem. Do të flasim për tingullin, karakterin dhe ndjesinë që përcjell secili. Si dhe për arsyet pse emrat e shkurtër po fitojnë kaq shumë terren. Pse pikërisht 4 shkronja? Një emër me 4 shkronja ka një ekuilibër të veçantë. Nuk është aq i shkurtër sa të duket si nofk, por asaj aq i gjatë sa të ketë nevojë për shkurtim. Në shumicën e rasteve, ai përbëhet nga 1 ose 2 rrokje dhe shqiptohet pa vështirësi. Mendoni sa natyrshëm tingëllojnë emra si Nora, Mila, Arja, Luna, Noa, Luka, Leon apo Adam. Ata shqiptohen qartë, mbahen mend me një herë dhe nuk kanë nevojë për shpjegime të gjata. Edhe kur fëmia jeton jashtë Shqipërisë, emrat të tillë zakonisht ruajnë të njëjtën formë. Mund të ketë ndryshime të vogla në theks, por identiteti i emrit mbetet i pandryshuar. Një tjetër arsye është estetika moderne. Në epokën e komunikimit të shpejtë, rrjeteve sociale dhe profileve digjitale, prindrit parapëqejnë gjithnjë e më shumë emra të pastër dhe minimalist. 4 shkronja duken bukur në shkrim, formojnë një emër të qartë dhe zakonisht kombinohen lehtësisht me mbiemra të shkurtër apo të gjatë. Megjithatë, thjeshtësia nuk do të thotë mungesë kuptimi. Shumë emra të shkurtër mbartin simbolik të fortë, histori kulturore dhe emocione të veçanta. Emra me 4 shkronja për vajza. Arja. Arja është një emër që tingëllon si muzikë. Ai është i lehtë, melodik dhe elegant. Në terminologjinë muzikore, arja është një pjesë e interpretuar nga një zë solo, zakonisht në opera. Kjo e lidh emrin me artin, shprehjen dhe bukurinë e zërit. Në shqip, shqiptohet pas një vështirësi dhe kombinon butësinë e zanoreve me një fund të qartë. Është emër që i përshtatet një vajze të vogël, por ruan elegancën edhe në moshë të rritur. Arja pëlqejet nga prindrit që duan një emër modern, ndërkombëtar dhe të ndjeshëm, pa qenë tepër i komplikuar. Ka diçka të ajrosur në këtë emër, sikur mbar liri dhe krijimtari. Luna. Luna është një nga emrat më poetik me 4 shkronja. Ai lidhet drejt për drejt me hënën dhe sjell ndërmend qetësinë e natës, dritën e butë dhe misterin e qiellit. Emri është bërë i dashur sepse bashkon natyrën me një tingull femëror dhe bashkohor. Është i lehtë për të shqiptuar në shqip, italisht, spanjisht, anglisht dhe në shumë gjuhë të tjera. Luna mund të jetë zgjedhje e bukur për një vajzë të lindur gjatë natës, në një mbrëmje me hënë të plotë, ose thjesht për prindrit që duan një emër të lidhur me qiellin. Ai përcjell qetësi, imagjinat dhe një lloj elegance të heshtur. Mila. Mila është një emër i ngrohtë dhe i ëmbël. Tingulli i tij është shumë i butë, por emri nuk u mbet karakterin. Ai përdoret në kultura të ndryshme evropiane dhe përshtatet natyrshëm edhe në gjuhën shqipe. Mila është një nga ata emra që duket i përshtatshëm në çdo moshë. Tingullon bukur për një bebe, për një vajzë në shkollë dhe për një grua të rritur. Pikërisht, kjo e bën një zgjedhje që nuk kufizohet nga moda e një periudhe të vetme. Prindrit e pëlqejnë sepse është i thjeshtë, i dashur dhe lehtësisht i dallueshëm. Nuk ka nevojë për shkurtim dhe nuk krijon vështirësi në shqiptim. Nora. Nora është një emër klasik që është rikthyer me forcë në shihen moderne.
Ai ka një elegancë të qetë dhe nuk duket as tepër tradicional, as tepër i ri. Ky është një nga avantazhet më të mëdha të Norës. Emri i reziston kohës. Mund të përfiturojmë në breza të ndryshëm pa u dukur i papërshtatshëm. Është i butë, i qartë dhe shumë i lehtë për të kombinuar me mbiemra shqiptar. Nora tingëllon si emri një vajze të qetë, të vendosur dhe të ndjeshme. Natyrisht, emri nuk përcakton karakterin, por çdo emër krijon një përshtypje të parë, dhe Nora lë përshtypjen e thjeshtësisë me finesë. Lina. Lina është një nga emrat më të lehtë dhe më melodik. Për shkak të strukturës së tij, ai përdoret në shumë vende dhe kultura. Në disa raste është emër më vete, ndërsa në raste të tjera mund të jetë formë e shkurtuar e një emri më të gjatë. Por, pikërisht si emri i plot, Lina ka një bukuri të veçantë. Nuk ka nevojë për zbukurime dhe nuk ngatrohet lehtë. Është i përshtatshëm për familje që kërkojnë një zgjedhje ndërkombëtare, por që tingëllon krejt natyrshëm edhe në Shqipëri. Emri ka një ritëm të butë dhe pozitiv. Ai është minimalist, por jo i ftohtë, modern, por jo i sajuar. Sara. Sara është prova se një emër nuk ka nevojë të jetë i ri për të mbetur modern. Ky emër përdoret prej shumë brezash dhe në shumë vende, por vazhdon të pëlqejet. Arsyeja është e thjeshtë. Sara është i qartë, elegant dhe universal. Shkruhet lehtë, shqiptohet pothuajse njësoj në shumë gjuhë dhe nuk humbet bukurinë me kalimin e kohës. Është një emër që nuk ndjek me detyrim modën, sepse tashmë është ndryshuar në klasik. Për prindrit që kërkojnë siguri në zgjedhje, Sara është një emër i njohur, por jo i rëndë. Iris është një emër i shkurtër me shumë ngjyra. Ai lidhet me lulen iris, por edhe me ylbierin në traditën e lashtë greke. Kjo i jep një simbolik të bukur, ngjyrë, dritë, lidhje dhe shpresë pas tuhisë. Në shqip tingëllon i pastër dhe paksa artistik. Nuk është aq i zakonshëm sa disa emra të tjerë. Ndaj, mund të jetë një zgjedhje e mirë për prindrit që kërkojnë diçka të dallueshme, pa qenë e vështirë. Iris është emër për ata që duan natyrën, ngjyrat dhe simbolikën. Është i shkurtër, por mbart një imazh të plotë. Maja. Maja është një emër që gjendet në kultura të ndryshme dhe mund të shkruhet edhe Maja. Të dyja format kanë 4 shkronja dhe shqiptohen bukur në shqip. Ajo që bën tërheqës është butësia. Maja tingëllon e ëmbël, miqësore dhe moderne. Nuk është emër i lidhur vetëm me një vend. Ndaj, përshtatet mirë për familje që jeton jashtë ose kanë lidhje më shumë se një kulturë. Edhe pse është i shkurtër, Maja nuk duket i paplot. Ka ritëm, identitet dhe një tingull që mbetet në kujtesë. Zara. Zara është i fortë dhe elegant njëkohësisht. Shkronja Z i jep një fillim të dallueshëm, ndërsa fundi, Ara, e zbut tingullin. Është një emër që tingëllon modern dhe urban, por nuk është i vështirë për të shqiptuar. Ai përshtatet mirë me shumë mbiemra shqiptar dhe mund të përdoret pa problem në vende të ndryshme. Zara është zgjedhje për prindrit që kërkojnë një emër të shkurtër, femëror dhe me më shumë karakter. Nuk humbet në turm dhe mbahet mend lehtë. Ella është një emër i butë, i ndritshëm dhe shumë elegant. Dy tingujt, El dhe La, krijojnë një melodi të thjeshtë që shqiptohet natyrshëm. Emri mund të qëndrojë më vete, edhe pse në disa kultura është përdorur si formë e shkurtuar e emrave më të gjatë. Sot, shumë prindër e zgjedhin pikërisht si Ela, pa shtresa. Është një emër minimalist që ruan feminitetin dhe ngrohtësinë. Tingëllon bukur në fëmijëri, por edhe profesional e serioz në moshë të rritur. Emrat me vetëm 4 shkronja po bëhen shumë të preferuar sepse i përgjigjen mënyrës moderne të jetesës. Janë të thjeshtë, praktik dhe të lehtë për të përdorur në vende e gjuhë të ndryshme. Por bukuria e tyre nuk qëndron vetëm te shkurtësia. Ajo që i bën të veçantë është aftësia për të thënë shumë më pak. Prandaj, mos kërkoni vetëm emrin më të shkurtër apo më të famshëm. Kërkoni atë që tingëllon natyrshëm në familjen tuaj, atë që lidhet bukur me mbiemrin, atë që do të mund ta shqiptoni me të njëjtin dashuri kur fëmia të jetë një bebe, një adoleshent dhe një i rritur. Sepse emri është dhurata e parë që i bëni fëmijës, dhe ndonjëherë dhuratat më të vogla nëpërmas mbartin kuptimin më të madh. Faleminderit që na ndiqni. Ju ftojmë të na bëni like, comment dhe subscribe.